Në Albolenën, të bazu që edhe një premtim tjetër që datë të përmendim, mos po njollet pak gjeni i gjyshit, por unë po më dhejnë që është veç premtim, sepse që nga ka papërtu dhe që do të diskutoj me Albin gjyshit. E spjegon. Që ka qenë i patriot, dhe nga ka padhon një premtim, personalisht unë kom qenë ku, nga ka dhon premtim që do të vi, do të bisedoj me kryeministrin, dhe do të gjej një fond, një vit, pej 120.000 euro, që do të angazhon 6 gazetat ma prestigjioze, New York Times, Daily News, këto, që do të shkruajnë minimum në mujt, se cila 3 dhe 6 artikuj, për këtë gjykat, që kanë të drejt me shkru, për gjykatën dhe padrejtësinë që bëborë. Asnjëherë na më konë bërë, kjo mos ka qenë, por asnjëherë se kom një ndo një shërim për këto, kisha pas qef me bo një shërim publik për kësaj, Gazeta prestigjioze nuk mund një detyru me ose në demanton, sepse... Absolutisht jo, veç gazetar shkujnë qyshe shuhin, po mund mja dhonë Albulejna e unë edhe te. Jo 120.000 euro, po 120 milion euro. Gazetar kredibile gazetar kredibile të New York Times, se ta që i përmene, kur ta përcjellin ata i gjejnë gabimin ata. Po do që e ka marrë gati huj. Jo, s'po marrë unë nuk besoj që ka diskutuar me ty dhe ti ja ke shpjegu kështu. Jo, ne pe spjegoj që tu, hera por që për një... To që një gënë ty e ka bërë që kraj bin kurti me këtë... Jo, nuk ka bërë heq. Me këtë dalë ka unë këtë ka bu vepër. Që pesenaj për më ndryshë. Që s'budu asë e mëja për nama ti pa taksiu. Nëse Albolina ka thonë kështu, që ka një gazetar eminent, që ata me shkru kundër gjykatës speciale, është gabim, sepse këta janë kredibil, New York Times, e tjerë të shkrujnë veç që shushuj. Se jetë për opinionin, po që shkru në votacione, e vota për prezidentoshën. Me pas vëmendje në gjykatë. Ashtu po. Po ma herët me një televizion tjetër është vërtetu që i kanë marrë 90.000 euro, të thotë është full me një televizion tjetër, para pak ditëve, 3-4 ditëve, që themi një kompani, se s'pedi sakt është me emën, i ka marrë 90.000 euro prej qeverisë së Republikës Kosovës me përcjell gjykimet në gjykatën speciale. Edhe duket që ata kanë bërë raporte prej televizorit, që shi këqyrëm na. Po nuk pe di për mensh, po mu i me gjenë me të 90.000 euro kanë bërë prej televizorit, jo me shku atë në vendgjarës. A kanë marrë për Ministrisë Drejtësisë? Jo, mërë ata i kanë marrë parët me shku në Hagë. A kanë marrë për Ministrisë Drejtësisë? Televizionin në Kosova? Një përcjell gjykimet. Edhe në Hagë nëse shkon. Po mirë do të thonë edhe një herë i kanë marrë parët me shku në Hagë me përcjell, jo me përcjell prej televizorit me shku raport. Po a jetë kuptuar në televizor e kështu edhe në Hagë nëse shkon. Televizor, s'është televizor. Me shku në Hagë në njëri atje se gjykimet lejon. Ka shenë monitor, po nëse njësë të bërshkush mu e shishe për i lartë, kështu po në televizora nëjnë. So është të redaktume. Cili me dium bre? Nuk e di bre për mensh, nuk me thonë. Jo bre që për këtë Ka marrë një këshqat, ka marrë atë Kosovë 10.000 euro, është folmërë për i njëri në debat para 3 ditve me një televizion tjetër. Jo një ekip investigatore. Unë është bigjet më ata së më shef. Po unë mendoj që këndosht Ministria Drejtësisë, basi na i ka paqit një dhe sa brek na i kanë ble, mi paqit edhe qëta, se ka qitë qëta. Jo më rështë publike. Ramaboj, e vërteto, në Burgën kur ku i qiti ministra kështë për transparencë, i pa qitë që edhe sa brek, ne kam blerë fillim që më konë shku patesha, edhe takë pas i ka qitë ato, le ti qëtë edhe për këto. Është informat publike.